Historia e panjohur e një momenti që i ndryshoi karrierën nga Marco Caka. Largimi papritur nga jeta i këngëtarit të dashur Shpat Kasapi kalon një boshllëk të thellë në zemrat e publikut shqiptar. Muzika e tij, energjia në skenë dhe mënyra se si bashkonte brezat në valle dhe festa do të mbeten për herë pjesë e identitetit ton kulturor. Në këtë ditë zje për artin shqiptar sjellim një histori që rrallë është treguar, një moment kyç i karrierës së tij, që e prezantoi para publikut grek për herë të parë. E kam njohur Shpat Kasapi në kulmin e karrierës së tij. Ishte një djalosh i talentuar, i edukuar dhe i jashtëzakonisht i sjellshëm, nga ata njerëz që i fiton me njëherë zemrat e të gjithëve. Megjithatë, në atë kohë karriera e tij në Shqipëri po kalonte një periudhë sfiduese, sidomos pas pjesëmarrjes në një festival muzikor, por ndërkohë që në Shqipëri dhe trojet shqiptare fama e tij po pësonte ngritje, këngët e tij kishin nisur të dëgjoheshin gjithmonë më shumë në Greqi, jo vetëm nga shqiptarët emigrantë, por edhe nga vetë grekët të cilët e pëlqenin në ritmin dhe stilin e tij modern folk pop. Megjithatë, Shpati kur nuk ishte prezantuar në një studio televizive greke, kur mësova se Shpati do të mbante koncertin e tij të parë në Athinë. Një nga organizatorët më kërkoi ndihmë për ta promovuar. Duke njohur mirë median greke dhe drejtuesit e emisioneve të mëdha, e dija se platforma ideale do të ishte televizioni ANT1 me programin e famshëm të mëngjesit Proino Cafe. Emisioni drejtohej nga Eleonora Meleti, një mike ime dhe një figurë e njohur në Greqi, sot deputete në Parlamentin Evropian. E telefonova, i propozova idenë dhe ajo jo vetëm e pranoi, por u entuziazmua menjëherë që për herë të parë do të prezantonte një këngëtar shqiptar në një prej programeve më të shikuara të vendit. Kur mora konfirmimin, telefonova Shpati, nuk e besonte. Ishte një ëndër e vjetër për të dilte në një televizion grek dhe më në fund do të bëhej realitet. Mbërritëm herët në studiot e ANT1. Që në hyrje, paraqitja e Shpatit i gjatë, karizmatik dhe me një buzëqeshje imponuese, e la Eleonorën të befasuar, nuk nguroi ta quante menjëherë Sakis Rovas i Shqipërisë. Edhe vetë titrat e emisionit atë ditë shënonin Sakis Rovas tis Albanias. Pjesë e intervistës solli një pengesë të vogël ku Eleonora donte të fliste greqisht, por Shpati nuk e njihte gjuhën. Më propozoi mua të përktheja drejt për drejt në studio. Hezitova se nuk jam përkthyes profesionist, i thash, por ajo më siguroi, mos u shqetëso, nuk do të bëjmë filozofi. Thjesht pak bisedë për karrierën, pastaj ai do të këndoj. Intervista shkoi shkëlqyeshëm, përkthimi im i mjaftoi, ndërsa komplimentat që Eleonora i bëri Shpatit para miliona teleshikuesve ngritën edhe më lart imazhin e tij, por edhe të shqiptarëve. Më pas, interpretimi i Shpatit i la grekët pa fjalë. Pas atij emisioni, për shumë ditë mediat dhe publiku grek flisnin për zërin, stilin dhe bukurinë e tij. E tregoi këtë histori sot për herë të parë sepse ajo pasqyroi më së miri rëndësinë e imazhit të Shpat Kasapit, jo vetëm si artist, por si një ambasador i kulturës tonë, në një vend ku shpesh shqiptarët njiheshin vetëm si punëtor të palodhur. Shpati tregoi se kombi ynë ka edhe artistë mëdhenj, të talentuar, të bukur në skenë dhe të jashtëzakonshëm në shpirt. Ajo ditë në Greqi ishte një kulm i padiskutueshëm i karrierës së tij ndërkombëtare dhe një kujtim i çmuar që sot merr një tjetër peshë të hidhur por fisnike. Shpat Kasapi do të mbetet për herë zëri që bashkoi shqiptarët dhe i dha muzikës tonë një shkëlqim që nuk shuhet kur bashkë me vallen e tij të preferuar.